Ma shumë është bereqeti kur të hani në sofër. Jenë blemi anë e knina, se bereqeti ma i madhe është kur të hani në sofër. Po ju tregoj një rast të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, një ditë disa prej shokëve ti janë anguar dhe i kanë thonë: Ja Rasulallah, po ham e nuk po ngopemi, pra po ham po s'po ngihemi. Pejgamberi i pyet, thotë: Mos po hanin veç e veç? Tha: Po ja Rasulallah, po hajmë veç e veç. Çka urdhëron pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Thotë: hani bashk në sofër, në një vend. Prandaj edhe unë juve po ju them prej porosisë profetike, pejgamberike, që të hani krejt në sofër bashk. Le të shtrohet sofra e le të bëhet Bismillahirrahmanirrahim. O vllazërit e mi dhe motrat e mia, ndëgjoni një lajm sa shumë është interesant. Kur ardh sistemi e Enver Hoxhës në Shqipëri për ta shkatruar Islamin, a dini çka ka bërë? Është për të çuditë, edhe juve ju vjen një çudi, edhe thoni ky Hoxh ka po i nxjerr këto fjalë, ka po i mbledh këto fjalë. Brenda javës apo më pak ditë ka djegur në Shqipëri mbi 250.000 sofra. Enveri në Shqipëri. Mbi 250.000 sofra ka djeg. Pse? Mos t'i leje muslimant me ullë në sofër, e me bon bismillah, e me hangër me dorë të djathtë. Ku me hangër? Ja, duhet mu integruat ashtë në tavolina me hangër. Nes kemi pas bukë për sofër, e tash në tavolina. A e kuptuat këte? Plus asaj e dini të gjithë se kemi të regu sa herë, sepse mranda 25 viteve i ka prish 1700 xhamia. Por inshallah do të rikthehen të gjitha në vendin e vet. Inshallah, boni dua dhe ju kush po më dëgjoni mua, edhe kush jeni me mua në dëgjim në këto incizime që po i bëjmë enkas për juve. Po besoj që edhe na keni sevapin që t'ju tregoj. Ulni, thot pejgamberi, në sofër. E pastaj çka me bon sofër, ja Resulullah? Tha: hani rreth e përçark sofrës. Edhe se cili hani para veti. Jo në midis me marë në mes. Pse, ja Resulullah? Sepse në mes zbret bereqeti. Mos shkoni me bon ushqimin në mes me marë, që ta pengoni zbritjen e bereqetit. Ju hani rreth e përçark bismillah para veti, bereqeti le të zbret në sofrën e juaj deri në fund. O vllaznit e mi edhe motrat e mia, sot apo ishini familjet që dikush po mendon se ja ka plotësuar kushtet e familjes vet. E ka bën dhomën e fëmijëve veç, ja ka quar televizorat, internetin, kompjuterat, celularin, ku diani knina, e dhomën e fjetjes veç, ato veç. Kur po vjen koha e bukës, me siguri jeni të bindur në shpërtha. Me siguri. Çfarë po ndodh? Hajde në sofër, një fëmijë po han bukë te interneti. 4 fëmijë e ka kap celularin, sandviçin që ashtu ha, e veç po lëviz në djathën shmajt. Me asi celular. Si kërune që kam këtë celularin, po jam i zban kështu, këta duhet me prej kështu. E po du me thonë, qysh ka mundësi muslimani sot, në vend se mu shtruan sofër, bismillah me bo, elhamdulillah, me dorë të djathtë, me hangër, e me pi me dorë të djathtë, e me thonë fund të elhamdulillah, e ju femnët e kini këtë obligim të madhë, sepse ju i keni, nuk po thonë ma shumë vetëm se 2-13 orë me fëmijët jeni në shtëpi, 2-13 orë, e ndoshta edhe 5-16 orë. Pse po thonë 5-16 orë, jo 24 orë, por arsye se gjumi ju ndanë prej fëmijëve. Vetëm gjumë që nuk i ke, ndoshta ndonjë nënë edhe në gjumë i ka në kontroll fëmijët e vet. Allah ju ndihmoft.